Pantallonat, fundet dhe këmishat kërkojnë hekurosje të rregullt për të qenë në formë të duhur. Leshi është një material që hekuroset, i cili përbëhet në masë të madhe nga proteinat. Molekulat polipeptide me varg të gjatë në material janë të lidhura në mes tyre me lidhje hidrogenore të shumta. Kjo i jep një elasticitet mekanik materialit, prandaj nuk mund ta zbusin vetëm me anë të dorës. Lidhjet hidrogenore shkëputen me anë të ujit të nxehtë. Avulli i hekurit për hekurosje i jep këto të dyja dhe kështu lidhjet hidrogenore shkëputen dhe nën presion materiali zbutet. Kur përfundon ky proces, lidhjet hidrogenore riformohen dhe i mbajnë materialet të rrafshta derisa të përdoren. Hekurosja gjithashtu mund të përdoren në materialet e pambukut, të cilat përbëhen nga molekula të gjata të celulozës, të lidhura në mes veti me lidhje hidrogenore.